Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip në Detare Televizion. Do të kem tani një lidhje të drejtë për drejtë me zonjën Eri Filitili. Mirë se erdhët, zonjë. Mirë se u gjej, nga larg. Ju ku jeni? Unë jam në Gjermani, jam në landin e Bavarisë. Jetoj në qytetin e Ulmit, të punoj në një qytet pak më të vogël, këtu në afërsitë të Ulmit. Na bëri shumë përshtypje dhe në fakt ju ftuam ne të ishit në këtë emision në një koment që ju kishit lënë në një prej emisioneve tona, se kështu njihemi nëpërmjet komunikimit, komunikimi na bën të njihemi. Ishte një emision për të moshuarit, për një shtëpi të moshuarit dhe ju folet aty për geriatrin. Që e keq kuptuan në fillim kur than geriatër, than pediatër, nuk po e kuptonin se vërtet dhe pastaj dikush tha jo, po flet për të moshuarit, pra geriatria është diçka tjetër, ka të bëjë me kujdesin për të moshuarit, është mjekësia e moshave të kaluara. Çfarë është në fakt për të kuptuar më shumë për të dhe pastaj edhe për t'ju njohur edhe juve? Me mjekësinë e të moshuarve merret geriatria, domethënë mjekon pacientat e moshuar, kurse me shkencën e të moshuarve merret gerontologjia. Gerontologjia përgatit, domethënë bën studime si janë ndryshimet biologjike për momentin, për moshën e kaluar, i krahason ato me të kaluarat, mendon për të ardhmen, çfarë ndryshime do të psoj. Gjithashtu merret me konceptin se si çfarë nevojash ka kjo stres, ku duhet ndërhyjë politika për të ndryshuar politikat në lidhje me moshën e tretë. Kurse geriatria është ajo që shkenca që mjekon pacientët. Domethënë, çdo njeri plakja është biologjike, është natyrale, por në praninë e një smundje apo disa smundjeve, këto mbi të edhe komplikacionet që bën smundja vet, pacienti ose i moshuari bëhet një rast që ka nevojë për ndihmë. Dhe ndihma është mjekësore. Më falni. Atëherë, kjo ndodh, për shembull, ju punoni në një vend shtëpi të moshuarish apo jo? Jo. Unë punoj në qendër rehabilitimi. Është bashkë me 2 spitale të tjerë, është një fondacion që së shpejti do të ndryshojë dhe emri dhe statusi, por janë 2 spitale që furnizojnë qendrën tonë shëndetësore me pacient për të rehabilituar. Mbas situatave të ndryshme mjekësore që mund të jenë operacione, mund të jenë gjendje të vështira mbas problemeve të zemrës apo probleme të mushkrive apo trombozave, mbasi kanë kaluar atë fazën e parë, përpara se të shkojnë në shtëpi, domethënë rekomandohen qendrat e rehabilitimit ku pacientët të shkojnë të rehabilituar në shtëpi dhe të rikthehen sa më afër asaj gjendjes përpara smundjes. Sa interesant, domethënë, shkon në spital, mbaron me spitalin, por ke nevojë përsëri të rehabilitohesh, nuk shkon direkt në shtëpi. Shumica e pacientëve ka nevojë për të moshuarit, sidomos ka nevojë për këtë rehabilitimin. Marr një rast të thjeshtë, është një frakturë, është një thyerje e një artikulacioni. Dhe pacienti nuk mund të heqë ose nuk mund të përdorë një krah, dhe vjen tek neve për të mësuar se si duhet funksionoj me kohën, si duhet ta shtoj atë veprimin e gjymtyrës së prekur, domethënë duke shkuar në shtëpi i riaftësuar, i rehabilituar, i shërben dot më mirë vetvetes. T'ju bëj një pyetje se ndoshta unë nuk e di, edhe pse jam e rrethuar me të moshuar, me kujdesin ndaj tyre, po më duket ndonjëherë sikur geriatre jam unë. Sepse më duhet të merrem me mamin tim, jam marrë me timat. Dhe nuk e di, ka geriatër në Shqipëri? Unë i takoj një gjenerate që mu mendua për geriatrin, dhe dikush e filloi, po unë mendoj që nuk është bërë për këtë gjë, ose ka qenë shumë e kufizuar, dhe ndoshta ne si kemi kuptuar të gjitha ndryshimet që mund të ketë sjell ato persona që u morën me këtë punë, po unë shoh një ndryshim të madh dhe unë ashtu si juve kam rreth vetes të familje kam pasur të moshuar që i kam përcjell deri për sa kohë që kanë jetuar dhe nuk mund të jetë geriatër një familjar. Geriatri është mjek. Dhe unë jam mjekër e parti në këtë qendër geriatrike. Pra kjo është qendra ku ju punoni? Kjo është qendra, aty vijnë pacientët dhe për çfarë kanë nevojë ato për mua. Aty në qendër unë
ndjek mjekimet e tyre për sa i përket medikamenteve, nëse në varësi të situatës duhet të ndryshojë diçka, ose në varësi të problemeve që bëjnë, duhet vendosë që ndrojnë aty, rikthehen në spital apo shkojnë në shtëpi. Njëkohësisht aty punojnë fizioterapeut, që i riaftësojnë nga ana fizike, bëjnë ushtrime me ta për të rehabilituar. Aty ka punojnë një social që në bashkëpunim me kërkesat tona për pacientët do të kujdesen si do të shkojë pacienti në shtëpi, kush do të jetë kujdesi që pacienti ka nevojë në shtëpi dhe kush do ta bëjë këtë kujdes. Kështu që nuk është se punon vetëm një geriatër në këtë qendër ose disa geriatër, por punojnë edhe specialitete të tjera në shërbim të moshuarve. Si funksionon me të moshuarit aty ku jetoni? Domethënë, e para njëherë kë quani ju të moshuar? Në çfarë moshe? I moshuar nuk është më ai koncepti si ka qenë deri tani që mbi 60 vjeç quheshin të moshuar. Moshuar ka moshë të vjetër të hershme dhe të vonshme. Dhe deri në 65 vjeç quhet faza e parë, 65 dhe 70 është faza e dytë dhe mbi 75 vjeç quhen moshë e lartë. Ka ndryshuar koncepti disi për i moshuar apo jo, edhe për faktin janë me smundje, janë me paaftësi, apo janë fare normal të vazhdojnë të shërbejnë dhe të mbajnë veten pa nevojën për të ndihmuar nga fëmijët apo nga qendra të ndryshme sociale. Ky është momentalisht koncepti i përshkruar ose i pranuar në këtë formë për të moshuarit. Të këta të moshuar, kujdesen si funksionon? Domethënë, se ju e bëni dallimin dhe me Shqipërinë, është familja që është përgjegjëse, domethënë janë fëmijët, si funksionon? Se për shembull në Shqipërinë, nëse paralizohet një person, familja paralizohet. Ose në rastin tjetër, familja emigron edhe mbledh mendjen edhe ti thjesht dëgjon që në atë shtëpira zjarri dhe ai vdiq. Domethënë, po them rastet e këqija, po domethënë ka të tilla. Është ekstrem, po edhe ndos. Ashtu. Unë të thoja këtë që vetë pacientët që tash janë moshuar ose gjithë gjeneratat e tyre kanë punuar dhe kanë paguar gjithë jetën që edhe në këtë ditë janë të përkujdesur. Që do të thotë, në këtë përkujdese merr pjesë familja, merr pjesë edhe stacionet e ndryshme, spitalet, dhe varet kush është dhe çfarë mund të bëjë. Punojnë si ton social. Për këtë merren vesh për herë të parë me pacientin vet, nëse është i qartë nga ana mendore, nëse pacienti nuk është i qartë nga ana mendore dhe ka kujdestar, merret me kujdestarin, nëse familja është prezente dhe është gati për të bashkëpunuar, merren vesh me familjarët. Që do të thotë, një pacient që ka dalë në shtëpi, edhe mbas rehabilitimit, dhe është akoma i paaftë për të mbajtur veten totalisht, atëherë bëhet ndarja e punëve. Merr një pjesë të përgjegjësisë stacionet këto qendrat sociale, që dërgojnë njerëz një herë në ditë apo 2 herë në ditë tek pacientët për nevoja të ndryshme, për t'i larë, për t'i ushqyer, për t'i çuar ushqimin, për t'i ndarë medikamentet. Ose një pjesë të tyre e merr familja, një pjesë e marrin qendrat sociale. Tu ka edhe ndihma nga komshit, tu ka edhe qendra që shpërndajnë ushqimet. Do të thënë, natyrisht është një vend i zhvilluar që me këtë gjë është marrë prej kohësh dhe e ka të rregulluar, qoftë edhe me ligj, tek neve këto gjëra për fat unë mendoj se nuk vojnë akoma. Ajo që më çudit edhe më shumë është që sa është futur në shkollë ose sa po bëhen plane për të ardhmen për këtë drejtim. Këtë nuk jam e sigurt se sa. Për ku? Në cilat shkolla po flisni? Në Shqipëri? Por shkolla duhet të jetë shkolla infermierisë, duhet merret me këtë punë, universiteti duhet merret me këtë punë, universitetet private gjithashtu. Kështu që po ka vetëm një problem, që të gjitha shkollat merren në rastin ose më saktë tregu nëse ka kërkesë do ofroj. Po problemi është që kërkesa e këtyre njerëzve ka buxhete të vogla në Shqipëri. Me këto pensione ai nuk arrin dot të përballojë gjithë sistemin. Në as që shtëpitë moshuarit, se pensionet janë të vogla të këtyre njerëzve. Janë familjarët që paguajnë pastaj. Kështu që praktikisht është një treg që atyre s'u intereson, kanë përshtypjen unë.